Përshëndetje miq, ju ftoj të ndjekim horoskopin e datës 30 qershor për secilën shenjë. Fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë, dashi. Një pjesë e madhe e teje dëshiron të socializosh dhe të kalosh kohë me njerëz që kanë të njëjtat mendime, i dashur dash, por njëkohësisht ndihesh tërhequr fuqishëm edhe drejt qetësisë së shtëpisë. Jeta familjare dhe ambienti në shtëpi kërkojnë vëmendjen tënde tani. Përpiqu të gjesh një balans ose kompromis mes tyre. Kënaqësia personale është një nga motivet e rëndësishme këto ditë, dhe sot ide të shkëlqyera për argëtim ose për të shprehur veten mund të dalin. Intuicioni yt është shumë i fuqishëm. Merkur është duke qëndruar gjatë në sektorin tënd të 5 diellor, duke të nxitur të ndash idetë dhe të krijosh gjëra të bukura. Dëshira jote për të dëgjuar dhe për të parë si unik po rritet. Sot do të ketë më shumë fokus në aktivitetet kreative, fëmijët, romancën, argëtimin dhe hobet. Merkur në këtë pjesë të kartës tënde diellore deri më 2 shtator, sjell inteligjencë kreative dhe shprehje më inovative dhe dinamike të ideve. Biseda spontane apo mësimi i ri janë në qendër të vëmendjes dhe do të jenë jashtëzakonisht të dobishme. Ngjyrat me fat: portokalli dhe e gjelbër limoni. Ora me fat: 10 deri 12:00. Këshilla e ditës: gjej kohë për të shprehur kreativitetin tënd dhe mos hezito të ndash idetë tua me të tjerët. Balanco mes kohës për vete dhe atë me familjen. Demi, hëna e sotme të inkurajon të ndjekësh gëzimin dhe kënaqësinë personale, i dashur Demi. Megjithatë, sot duket sikur dy fusha të këndshme të jetës po konkurrojnë me njëra tjetrën. Ke dëshirë të zgjerosh horizontet në karrierë apo në jetën publike, të vendosësh qëllime më të larta se zakonisht, por gjithashtu interesat personale tërheqin fort vëmendjen tënde. Kujdes mos u shpërqendro duke u përpjekur të bësh shumë gjëra njëkohësisht. Deri më 2 shtator, Merkur është në shtëpinë tënde të 4 diellore, që nënkupton se mund të ketë më shumë aktivitet në shtëpi ose mësime të vlefshme nga të afërmit. Je më i hapur për të shprehur veten me njerëzit më të afërt me ty. Ky tranzit i Merkurit do të zgjasë më gjatë se zakonisht dhe javët e ardhshme do të jenë të zëna me çështje personale apo familjare. Kjo është një periudhë e mirë për nisjen e projekteve të reja afatgjata. Megjithatë, në datën 18 korrik, Merkur do të bëjë retrogradim në të njëjtën shtëpi, gjë që mund të sjellë nevojën për rishikim, mendim të ri ose vonesa në ato projekte që nisni tani. Ngjyrat me fat: gjelbër e errët dhe kafe e ngrohtë. Ora me fat: 15 deri 17:00. Këshilla e ditës: fokusohu në balancimin mes karrierës dhe jetës personale, duke i dhënë vëmendje edhe familjes dhe nevojave të tyre. Mos u nxitoni me projekte të reja pa një plan të qartë për të ardhmen. Binjak, hëna kalon gjithë ditën në shtëpinë tënde të 4 diellore, i dashur Binjak, dhe kjo tregon nevojën për një rikthim emocional. Mjediset dhe njerëzit e njohur tani janë shumë të dobishëm dhe të qëndrueshëm për ty. Megjithatë, dëshira për të zgjeruar horizontet e tua shpesh përplaset me një nevojë të fortë për të qëndruar pranë asaj që të është e njohur dhe e sigurt. Të mendosh në mënyrë të thellë dhe ambicioze është pozitiv tani, por veprimet duhet të jenë të moderuara për të pasur rezultate më të mira gjatë kësaj dite. Është koha të gjesh qetësi dhe të përqendrohesh te vetja, ndërsa lidhja me njerëzit dhe mësimi i gjërave të reja mund të japë kënaqësi dhe frymëzim. Merkuri ndodhet në sektorin tënd të komunikimit për një periudhë të gjatë për shkak të një retrogradimi të ardhshëm. Deri më 2 shtator, do të jesh shumë aktiv mendërisht, duke bërë shumë lidhje, udhëtime të shkurtra, biseda dhe punë të ndryshme të përditshme. Ngjyrat me fat: e verdhë dhe e kaltër e lehtë. Ora me fat: 10 deri 12:00. Këshilla e ditës: përqendrohu te ato që të sjellin qetësi emocionale, por mos i ndal hap pas hapi për të mësuar dhe për të komunikuar më shumë me të tjerët. Balanco dëshirën për siguri me nevojën për përparim. Gaforia, sot ndjen një tërheqje të fortë për të përqendruar dhe për të pranishëm në botën përreth teje, i dashur Gafore, por njëkohësisht ndjen edhe një tërheqje për introspeksion, për të vëzhguar ose për të tërhequr brenda vetes, apo për të zhytur thellë në një projekt.
Megjithatë, ëndrat dhe vizionet e tua sot frymëzojnë impulsin kreativ dhe ide unike mund të lindin. Merkuri po tranziton në sektorin tënd të vlerave për një periudhë të gjatë deri më 2 shtator, dhe kjo kohë favorizon një mënyrë të menduari më praktike dhe të arsyeshme. Je më shumë i interesuar të shohësh rezultate reale dhe konkrete nga përpjekjet e tua, sesa të bisedosh vetëm për planet. Ky është një periudhë aktive për të mbledhur ide të reja biznesi. Hëna qëndron gjatë gjithë ditës në shtëpinë tënde të 3 diellore, duke të nxitur të jesh kureshtar, aktiv dhe mendor në qasjen ndaj ditës. Vëmendja jote është më shumë tek interesat personale dhe kontaktet me të tjerët. Ngjyrat me fat, e gjelbër e butë dhe argjend, ora me fat, 14 deri 16:00, këshilla e ditës. Shfrytëzo këtë periudhë për të konkretizuar idetë që ke, duke u fokusuar në atë që mund të sjellë përfitime reale. Mos hezito të kërkosh njohuri të reja dhe të komunikosh me njerëz që ndajnë interesat e tua. Luani, sot, i dashur Luan, ekziston një fokus i fortë dhe tërheqës mbi lidhjet dhe marrëdhëniet me të tjerët, dhe kjo mund të jetë shumë kënaqësi për ty, por një pjesë tjetër e brendshme kërkon qetësi dhe një tërheqje të vogël nga bota e jashtme. Kjo mund të bëjë të ndihesh pak i shqetësuar apo i trazuar, dhe kjo ndjenjë mund të nxjisë të marrësh disa rreziqe për t'i dhënë jetës më shumë ngjyra dhe emocion. Megjithatë, përgjigjja mund të jetë thjeshtimi i situatës, veçanërisht me hënën që sot të nxit përqendrueshmëri dhe stabilitet. Aktivitetet e qeta me dikë të veçantë ose ndarja e kohës në mënyrë të balancuar mund të jenë pikërisht ajo që të duhet tani. Merkuri është aktualisht në shenjën tënde dhe qëndrimi i tij është më i gjatë se zakonisht, deri më 2 shtator, për shkak të një periudhe retrograde që nis më 18 korrik. Kjo do të sjellë periudha reflektimi, dyfishimit të mendimeve dhe përpunim të situatave. Megjithatë, në këtë moment je në një pozitë të shkëlqyer për të shprehur veten, për të marrë vendime më të mprejta dhe për të kënaqur të tjerët me komunikimin tënd. Do të ndjesh një shpërthim të këndshëm energjie mendore. Ngjyrat me fat, e artë dhe portokalli e thellë, ora me fat, 10 deri 12:00, këshilla e ditës, gjej kohë për qetësi dhe thjeshtëso planet e tua. Shfrytëzo energjinë mendore për të komunikuar me sinqeritet dhe për të marrë vendime që të mbështesin stabilitetin dhe kënaqësinë personale. Virgjëresha, sot, e dashur Virgjëresh, je më shumë e përqendruar tek rutina ditore dhe puna. Dhe kjo është një gjë shumë e vlefshme për ty, por mund të ndodhë që të teprosh me detajet e vogla dhe t'i kushtosh shumë vëmendje atyre në kurriz të pamjes së madhe dhe nevojës për t'u argëtuar apo çlodhur në fusha të tjera të jetës. Ndonjëherë është e rëndësishme të relaksohesh dhe të lejosh gjërat të rrjedhin, edhe pse kjo sot mund të jetë sfiduese. Kërko mënyra më të mira për të balancuar jetën tënde pa i vendosur vetes presion të tepërt, që të mos ngjash vetëm sikur po rrotullohesh në vend. Lidhja me urtësinë tënde të brendshme bëhet më e lehtë kur relaksohesh dhe përqendrohesh në vetvete. Hëna kalon gjithë ditën në shenjën tënde, duke ndezur një vetdije më të thellë për ndjenjat e tua. Ndërkohë, Merkuri po qëndron më gjatë se zakonisht në sektorin e privatësisë, duke e bërë këtë një periudhë të fuqishme për të vlerësuar ose rishikuar projekte dhe interesat të fundit. Mund të gjesh veten duke mbyllur punë të pasgjidhura ose duke bërë reflektime mbi të kaluarën, pas ty, ose brenda vetes për përgjigje. Në javët në vijim, do të kërkosh më pak këshilla nga të tjerët. Megjithatë, shumë njerëz do të vinë tek ti për mendimet e tyre. Ngjyrat me fat, gjelbër dhe gri, ora me fat, 14 deri 16:00, këshilla e ditës, mos u mbyll vetëm në detajet e vogla. Hap horizonte të reja duke balancuar përgjegjësitë me kohë për vetë kënaqësi dhe reflektim. Beso në intuitën tënde dhe përqafo momentin për të përfunduar gjërat që kërkojnë vëmendjen tënde. Peshorja, sot mund të mos jetë dita më e mirë për kohën e duhur, e dashur peshore, por triku është të mendosh në terma përmirësimi në vend të zgjerimit të madh. Më i madh nuk është gjithmonë më i mirë, dhe kjo vlen veçanërisht për sot. Nëse gjen qendrën tënde emocionale gjatë ditës, kjo mund të jetë një kohë e shkëlqyer për të lidhur me një mik ose me një temë që të intereson shumë.
Hëna kalon gjithë ditën në shtëpinë tënde të 12 të privatësisë, duke të nxitur të çlodhesh dhe të përpunosh ngjarjet e fundit. Je duke rregulluar ndjenjat dhe përvojat dhe ndoshta ke nevojë për pak hapësirë për këtë, megjithatë. Mërkuri aktualisht po lëviz në shtëpinë tënde të 11 shenjore, ku do të qëndrojë për javët e ardhshme. Kjo është një qëndrim i gjallë. Sot mund të ndihesh pak i tensionuar mendërisht, pasi surprizat janë të mundshme në jetën tënde sociale. Në përgjithësi, deri më 2 shtator do t'i kushtosh më shumë vëmendje arritjes së qëllimeve të lumturisë, lidhjeve dhe kontaktit me njerëz që ndajnë interesat e tua. Ndani idetë me të tjerët do të ndihmoj të nisësh ose qartësoj mendimet e tua gjatë këtij cikli. Ngjyrat me fat: gri dhe blu, ora me fat: 18, 00, 20, 00, këshilla e ditës: fokusoju përmirësimit të vetvetes dhe marrëdhënieve. Mos e tepro me zgjerimin. Jepi vetes hapësirë për të reflektuar dhe për të rifilluar energjitë sociale me qetësi dhe mendje të hapur. Akrepi, sot ndihesh i tërhequr nga 2 impulse të ndryshme. E dashur akrep, të luash të sigurt dhe të bësh diçka pak më të guximshme. Gjej mënyra për të përmirësuar jetën tënde në shtëpi, por edhe për të lidhur me të tjerët ose për të ndryshuar rutinën, pasi padurimi mund të shfaqet lehtë. Hëna kalon gjithë ditën në sektorin tënd social, duke të sjellë një lidhje të veçantë me një mik ose një grup njerëzish. Megjithatë, qëllimet e tua afatgjata janë gjithmonë në mendje, veçanërisht me ciklin aktual të Mërkurit. Ky tranzit të nxjerr shpesh në pah përgjegjësitë dhe planet afatgjata. Idetë dhe këshillat e tua do të jenë më të kërkuara në javët që vijnë. Inteligjenca dhe aftësitë që ke të ndihmojnë të avancosh dhe të marrësh informacione të vlefshme për të përmirësuar karrierën ose biznesin tënd. Sot, një ide e shkëlqyer mund të hapë derën për një rritje të ardhurash në të ardhmen. Këshilla e ditës: balanco midis sigurisë dhe rrisisë. Përdor njohuritë dhe lidhjet që krijon për të çuar përpara planet dhe financat. Energjitë më të mira, puna në ekip dhe lidhjet shoqërore do të sjellin fryte. Momenti ideal: pas dite vonë, kur mund të vi frymëzimi për projekte të reja. Shigjetari, sot do ndjesh një dëshirë të fortë për të komunikuar dhe për të mbajtur mendjen aktive. E dashur shigjetar, ka shumë arsye për të emocionuar dhe për të zgjeruar horizontet e tua. Por një pjesë tjetër e shpirtit tënd kërkon të përqendrohet thellë në një gjë të veçantë në një moment, kështu që mund të ndihesh i ndar ose i pavendosur në disa çaste gjatë ditës. Mërkuri po qëndron në shtëpinë tënde të nëntë, ku do të qëndrojë deri më 2 shtator, duke të nxitur të mendosh në mënyrë të gjerë dhe të reflektosh mbi atë që është më e rëndësishme për ty. Ky është një moment ideal për të zgjeruar njohuritë, për të ndarë idetë dhe besimet me entuziazëm, si dhe për të kuptuar më mirë jetën dhe botën që të rrethon. Sot mund të marrësh lajme të papritura ose ide shumë interesante. Gjithashtu, ka diçka tek ty që tërheq njerëzit. Ata mund të kërkojnë të besojnë një sekret ose të marrin nga ti informacion të dobishëm. Ngjyrat me fat: e kuqe dhe e verdhe, ora me fat: 18 deri 20, këshilla e ditës: lejo mendjen të eksplorojë dhe shpërndaje me pasion atë që mëson. Të qenit një burim i besueshëm për të tjerët do të sjellë energji pozitive, energjitë më të mira, mësimi, udhëtimet dhe dialogu i hapur. Momenti ideal: mëngjesi dhe mesdita, kur mendimet dhe bisedat flasin më lart. Bricjapi, sot tërhiqesh drejt bukurisë, sigurisë dhe rehatisë. I dashur bricjap, por një pjesë tjetër e shpirtit tënd ka nevojë të ndajë dhe të socializojë. Mund të ndodhë që dikush të mos e pëlqejë dëshirën tënde për të qëndruar i qëndrueshëm dhe i rrënjosur. Mërkuri po qëndron për një kohë të gjatë në sferën tënde të botës intime, strategjive afatgjata, punës mbi vetveten, hetimeve dhe tërheqjes ndaj asaj që është e fshehtë apo tabu, një cikël që do zgjas deri më 2 shtator. Gjatë kësaj periudhe, mendimet dhe bisedat e thella marrin rëndësi dhe mund të jesh shumë i zënë duke shqyrtuar çështje të thella ose duke u marrë me financa. Mërkuri të ndihmon të sillesh më objektiv ndaj ndjenjave të komplikuara dhe situatave të rrënjosura thellë. Është një kohë e mirë për biseda të thella dhe kërkim të vetdijes.
Gjatë këtij cikli, tendenca jote është të vëzhgosh më shumë se sa të marrësh pjesë aktivisht, ndërsa kurreshtja jote rritet ndaj të gjitha çështjeve të komplikuara, mistereve dhe gjërave të pasgjidhura. Ngjyrat me fat, e bardhë dhe blu, ora me fat. 11 deri 12, këshilla e ditës, lejo vetveten të eksplorosh thellësitë e mendjes dhe shpirtit, por ruaj balancën mes nevojës për rehati dhe dëshirës për të hapur botën tënde të brendshme ndaj të tjerëve. Energjitë më të mira, reflektimi, bisedat e thella, investigimet dhe vetë zhvillimi. Ujor, sot ndjen një dëshirë më të fortë për liri, i dashur ujor, por edhe një nevojë për të përfunduar detyra dhe punë që mund të bëjnë të ndihesh i ndarë mes dy botëve. Gjetja e një balancë nuk do të jetë e lehtë, por është çelësi për lumturinë sot. Mërkuri po qëndron për një kohë të gjatë në sektorin tënd të partneritetit, dhe marrëdhëniet nuk janë kurrë larg mendjes së jotja këto ditë. Ti lulëzon duke komunikuar me të tjerët në javët që vijnë. Të tjerët stimulojnë mendimet e tua, dhe edhe nëse nuk pranon gjithmonë këshillat e tyre, përfiton shumë nga reagimet e tyre. Sot je më i prirur të peshosh pro dhe kundër, të negociosh dhe të diskutosh çështje. Kjo është një ushtrim i shkëlqyer për mendjen, por gjatë këtij cikli që zgjat deri më 2 shtator, shpesh mund të thuash gjëra nga mendja dhe jo nga zemra, gjë që sjell rezultate të përzierura. Kujtohu të praktikosh komunikim të shëndetshëm dhe të ndërgjegjshëm. Ke një nevojë më të madhe për stimulim intelektual përmes të tjerëve, dhe shpesh kërkon dikë me të cilin të ndash idetë dhe proceset e vendimmarrjes. Sot, të tjerët mund të sjellin surpriza në botën tënde. Ngjyrat me fat, gjelbër e errët dhe gri e butë, ora me fat, 14 deri 16:05, këshilla e ditës. Praktiko dëgjimin aktiv dhe përpiqu të lidhësh zemrën me mendjen në komunikim. Energjitë më të mira, dialogu, reflektimi, negociatat dhe lidhjet intelektuale. Momenti ideal, kur ndihesh i qetë dhe i përqendruar për biseda të rëndësishme. Peshqit. Sot mund të ndjesh një dëshirë të fortë për t'u larguar nga situata kërkuese, i dashur peshk, por po aq i fortë është tërheqja për të marrë ndonjë rrezik personal. Edhe pse mund të mos duket menjëherë, ekziston një mënyrë për të gjetur balancën pa theksuar tepër njërin apo tjetrën. Mërkuri po qëndron gjatë në shtëpinë tënde të 6 diellore, dhe sot sjell shkëndija intuit dhe ide unike. Ky tranzit është veçanërisht i favorshëm për të përkushtuar energji në organizimin e punës dhe hapësirës së punës, si dhe për të kërkuar informacion që ndihmon në përmirësimin e shëndetit, zakoneve dhe rutinave të përditshme. Është një kohë ideale për të lexuar, shkruar dhe diskutuar rreth punës dhe modeleve të tua të sjelljes. Mund të zhvillosh apo rifreskosh aftësitë e nevojshme për progres. Përpiqu të marrësh sa më shumë njohuri, por mos harro t'i kushtosh kohë edhe rregullimit të detajeve dhe zgjidhjes së problemeve të vogla. Pastrimi i rutinave të përditshme dhe përmirësimi i zakoneve mund të bëjnë mrekulli për ty gjatë këtij tranziti që zgjat deri më 2 shtator. Ngjyrat me fat, e bardha dhe bezha e butë, ora me fat, 11 deri 13:05, këshilla e ditës. Gjej ekuilibrin mes largimit nga situatat stresuese dhe guximit për të marrë rreziqe të mençura. Fokusohu në organizim, shëndet, rutinë dhe zhvillim i aftësive. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të bukur, suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mire. Kalofshi siç ua dëshiron zemra.